Sot, po festohet një udhtim që sa po ka nisë. Ata nuk po lidhin veç duart, por po ndërtojnë diçka më të madhe për i fjalëve dhe ndjenjeve që flasin pas vete. Këto fjalë nuk janë veç për greje, po prej secili familjar, miq dhe dashamir që ju do të lumtur dhe në harmoni. Kur ktheheni në shtëpi, pas një dite të gjatë, kur jeni të qetë e të lodhur, me pak fjalë apo edhe me heshtje, ajo që ju dy ndjeni e bën këtë jetë të vlefshme. Mos harroni kur forcën që keni njëri tjetrin, në zërin që të qetëson, në mbështetjen që mbulon çdo shqetësim dhe në shikimin që thot më shumë se çdo fjalë.